Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati I nderuar, transmetohet nga Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Adhminu li sittan min anfusikum, adhminu lakumul jannah", mi garantoni 6 gjëra, unë thot ua garantoj xhennetin. E para, usduku idha haddathtum, kur të flitni të vërtetën, kur të folni atë të vërtetën, sepse besimtari nuk gënjen. Besimtari sinqert dhe besimtari I vërtet nuk e gënjen vllaun e vet, nuk e gënjen shokun e vet, nuk e gënjen prindin e vet, nuk e gënjen profesorin dhe mësuesin e vet. Edhe thot të vërtetën, derisa kjo e vërtet të dërgohet në xhennet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qulil haqqa walau kana murran", thuaj të vërtetën edhe në qoftë se është e idhët. E tash ose do ta themi hakun të vërtetën, ose do të heshtim. Mirëpo, ndonjëherë heshtja o hajër, ama ndonjë rast heshtja nuk o hajër. Duhet me fol hakun dhe duhet me thonë të vërtetën në qoftë se në kërkohet ta them. E dyta, wa aufu idha wa'adtum, kur të premtoni ta plotësoni premtimin. Kjo cilësi e madhe e besimtarit të ndershëm vëllezër, se ne për ditë I premtojmë dikujt diçka, a asnjëherë në asnjë moment nuk e realizojmë. Katastrofë. Neve si popull me na ndodh kjo. Ne si popull kemi qenë të njohur këta troje, posaçërisht në Ballkan, për besë. A më kohën e fundit edhe atë se kemi. Përmbushje e premtimeve dhe përmbajtja në marrëveshjen që kemi bën bashkë. Sa herë kemi thënë marrëveshjen me njëri tjetrit. Sa herë premtimet që I kemi premtuar nuk I kemi realizuar. Kjo vlen për të gjithë pa marrë parasysh ku jemi dhe si jemi. E treta, wa addu idha tumintum, kur t'ju besohet amaneti, ta ruani atë, ta çani në vend. Nëse je ai I cili e pranon emanetin, atëherë çoje në vend dhe ruaje si të ballit. Sepse për ndryshe, ne si musliman, në qoftë se dhe emanetin nuk dim të qemë vend, mjerë për ne dhe turp në qoftë. Në qoftë se emanetin që në lënë dikush, në nuk dim të ruajmë. E katërta, e wahfudhu furujikum, kujdesuni ndaj nderit. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Walladhina hum li furujihim yuhafidhun", edhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre. Nderi të ndershëm vëllezër nuk guxon të nëpërkëmbet. Secili prej nesh duhet të mbron dhe të ruan vetveten, mirë po dhe tjerët. A më e keqja është kur mundohemi të mbrojmë veten dhe familjen tonë, as i kemi gajle për tjertë. O, pasha Allahin, kur çkatrohen tjertë, rri rahat se dhe ti e brenda saj. Nuk o burni me mbrojt veten dhe familjen e mos më interesu për tjertë. Valla nuk o burni, as musliman lëk. Po musliman lëk dhe burni është kur më shumë interesohesh për kujshin e për tjetrin se sa për vetë vetën. E pesta të ndershëm vëllezër, ulja e shikimit
mos shikimi në gjëra të ndaluara. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, thuaj besimtarëve që të mbrohen nga shikimi i ndaluar. E tash ne mundësit i kemi të shiqojmë edhe në televizion diçka që e ndaluar, edhe në telefon diçka e ndaluar, e mos flasim jashtë. Por secili e din vetë vetën. Në qoftë se ndonjë herë na mundson shejtani dhe na afron shejtani këtë gabim, hajtë bëhemi ata burrat që do ta ulim kokën. Po në fundit secili për vete. Secili për vete ka më dhënë përgjegjësi se pse e ka bën këtë gabim dhe pse nuk e ka bën. Dhe gjashtë të ndërshëm vëllezër, ndale dorën. Kufu wa kufu aydiyakum. Daleni dorën ndaj zullumit. Daleni dorën ndaj padrejtisë. Ju e shihni se padrejtia e madhe në botë është duke ndodhur. Ma shumë ne jemi duke interesu për punët e huaja sesa për punët e tona. Bota interesohet për një vend në thojza, shumë ja ka gajlen se po vritet dikush atje, anë se cilin shtet ku flitet, për dit vriten ka 10, 20, 30, 50. Për dit helmon njerëzit nga droga, për dit këtë që përdoren gra nga prostitucioni. A e kanë gajlen se atje e kanë mi marë gratë drejtat ajo. A kanë mi marë njerëzit drejtat ajo. S'po do me këtë temësh. Ne duhet me pas gajlen tanë këtu. A i kemi të drejtat as i kemi. A jemi mirë as jemi mirë. Ne mund me bon doa për krejt botën, po sa gjërisht për muslimantë. Inshallah Allah i uzone, i mbrone, i edukone, i shkollone. Çka mund me bon diçka tjetër? Edhe ne si musliman nuk guxojmë me hin luftë ndërmjet vete për një problem që nuk e dim se realisht çka është duke ndodhur. Keni po tash njëri këtë mendim, tjetri këtë mendim. A me po me thinë telefon me thonë ku punon të valla s'kam punë. Sa vjet iki 30 vjet. Çka bën tër natën? Rrin Facebook dhe shkruaj. Mundona me drejtu botën. Aha, pa e ke drejtu fëmijët e tu? Jo, po ti botën ke me drejtu dhe una. Ne duhet me drejtu vetë vetën. Fëmijët e tonë, familjet tona, kujshit e tonë, lagjet tona, qytetin tonë, shtetin tonë, e pastaj nëse na ipët mundësia, mundemi më marrë dhe me një punë tjetër. Si do qoftë të ndërshëm vëllezër, to ishin 6 rregulla që i ka përmend pejgamberi sa nëse mundohemi të qenë në vend, e kemi të garantuar të xhenetin. Por me i thonë kleta janë, mirë po mi realizu janë të randa. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithë së bashku në xhenet na çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.